Si besimtar, a kemi obligime ndaj Kuranit dhe cilat janë ato? Po, padyshim, kemi obligime të ndryshme ndaj Kuranit si besimtar që jemi të urdhëruar, të porositur nga Allahu apo edhe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ajo më kryesor është leximi i Kuranit. Leximi i Kuranit, thot Allahu në Kur'an në gjuhën e profetit, "Wa an atlu al-Qur'an", unë jam urdhëruar që të këndoj Kur'anin, ta lexoj Kur'anin. Si dhe Uthmani radiallahu anhu transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Më i miri prej jush është ai që e mëson Kur'anin dhe u mëson të tjerëve. Pra, në këtë hadith pejgamberi alayhis salam na tregon se muslimani më i mirë me shkallën më të lartë tek Allahu është ai që mëson Kur'anin për ta lexuar, për ta memorizuar, për të medituar me të, për të gjykuar me të, për të vepruar me të. Andaj leximi i Kuranit është një tregti fitimprurse që nuk shkatërrohet asnjëherë. Është tregti fitimprurse që gjithmonë jeni në fitim dhe nuk shkatërrohet asnjëherë. Është tregtia më e madhe, më e lartë dhe më me vlerë. Leximi i tij ta mundson kënaqësinë e Allahut, fitimin e shpërblimit të tij, si dhe shpëtimin nga zemrimi i Allahut. Pastaj, prej obligimeve që kemi si besimtar ndaj Kuranit është edhe meditimi i tij. Mos mjaftohemi vetëm me lexim. Jemi të porositur edhe të meditojmë në Kur'an. Thot Allahu: "Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab." Ky është një libër plot bekime, ne ta zbritëm ty atë që ata njerëzit të meditojnë në argumentet e tij dhe që të marrin mësim njerëzit që kuptojnë. Dhe kjo është urtësia e zbritjes së këtij Kurani, që ne si besimtar të meditojmë në këto ajete, në këto kuptime që Allahu i ka zbritur. Si dhe për obligimeve që i kemi karshi Kur'anit, është ndëgjimi i Kur'anit, që ndoshta është problematik në ditëve të sodit kur ka lexim të Kur'anit, njerëzit janë neglizhues, nuk janë të vëmendshëm dhe nuk japin rëndësi. Mund të them që krahasohet si fjalë e krijuesit me fjalë të krijesave, Allahu na ruaj. Nuk ka vëmendje të veçantë. Allahu thotë: "Wa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu." Urdhër fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kur të lexohet Kur'ani, ju dëgjoni atë me vëmendje. Dëgjoni atë me vëmendje në mënyrë që të fitoni mëshirë. Ai që ndëgjon Kur'anin është më afër udhëzimit, është më afër mëshirës së Allahut, është më afër shpëtimit, më afër fitimit në dunjë dhe në ahiret. Alhamdulillah.